Problemet në pikën kufitare të Kapshticës janë rikthyer sërish, pasi sistemi i palës greke në doganën e Krystallopigjit në kufi me Shqipërinë pësoi një ndërprerje gjatë ditës së sotme. Rënja e sistemit shkaktoi bllokimin e lëvizjes së udhëtarëve që kërkonin të hynin drejt territorit grek. Grekët duket se vijojnë të përballen me të njëjtat problematika në këtë pikë kufitare, pasi prej pothuajse 6 muajsh, udhëtarët që kalojnë nga Kapshtica raportojnë pritje të gjata dhe vonesa të vazhdueshme. Ditën e sotme, për rreth 3 orë, sistemi i policisë greke ishte jashtë funksionit, duke bërë që qytetarët shqiptar të qëndronin në radhë të gjata, ndërsa temperaturat arrinin deri në 30 gradë Celsius. Sipas udhëtarëve në kufi, pala greke nuk ka dhënë menjëherë sqarime për situatën, ndërsa gjithë zona neutrale u bllokua për shkak të numrit të madh të automjeteve. Ndryshe nga pala greke, autoritetet shqiptare kanë vijuar punën normalisht dhe nuk janë raportuar probleme në përpunimin e dokumenteve nga ana e tyre. Ambasada shqiptare në Athinë bëri të ditur se shkak i ndërprerjes ishte një problem me rrjetin që furnizon me sinjal interneti sistemet e policisë greke. Sipas njoftimit, sinjali u rikthye rreth orës 12:45 minuta dhe kontrollet në dogan rifilluan gradualisht. Megjithatë, situata ka rikthyer debatet për vonesat e përsëritura në Krystallopigje, ku udhëtarët kërkojnë zgjidhje afatgjata për të shmangur pritjet e gjata gjatë kalimeve kufitare mes Shqipërisë dhe Greqisë.